ftuar në studio deputeti i Partisë Demokratike, zoti Kastrioti Islami. Mirë se erdhët, zoti Islami. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Nisim me një opinion në lidhje me tryezën e sotme mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për sa i përket prioriteteve të vendosura për çeljen e negociatave. Cili është opinioni juaj? Jeni optimist si zoti Rama apo jeni pak më i tërhequr si zonja Bregu? Unë gjithmonë jam munduar të jem realist dhe do thoja që është një nga vendet e rralla që ka marrë statusin dhe për çeljen e negociatave kanë kaluar 2 vjet dhe nuk vlerësohet ai progres që duhet bërë dhe natyrisht të gjitha gjasat janë që statusi e para të mos ketë një datë dhe kjo është në gjithë teknologjinë e Komisionit Evropian dhe të Bashkimit Evropian, pra vetëm kur realizohen detyrat mund të jepet një datë, pra nuk ka datë që në këtë datë duhet futesh dhe ti çfarëdo që të ndodhi do futesh në atë datë. Dhe më e rëndësishme është që në prioritetet kryesore nga 5 shtyllat që janë, nuk ka progres, siç është rasti i reformës në drejtësisë, siç është çështja e administratës, siç është tensioni që ka parlamenti dhe marrëdhëniet e majorancës me institucionet e ndryshme, por thelbi të gjithave është që për herë të parë në historinë 25 vjeçare të parlamentit shqiptar, dhe kjo nuk mund të shihet syet, ne kishim para një javë edhe me Parlamentin Evropian takimin e radhës dhe është çështja e kriminalizimit të parlamentit. Pra, një parlament i kriminalizuar, si thuaç, i ka bllokuar të gjithçka. Shumë mund të letë marrim rastin e administratës publike. Në administratë publike, pika kyçe ka njerëz kriminalizuar. Nëse s'largohen ata, imagjinohet që kjo të quhet një reformë dinjitoze. Ose në Parlamentin shqiptar ka deputet të kriminalizuar. Si mund të bëhet një reformë për drejtësinë apo për të futur në Bashkimin Evropian, reformë integruese, kur majoranca aktuale kërkon ta bëjë opozitën fasad dhe të miratoj ligjet me deputet të kriminalizuar. Kështu që, domethënë, kam përshtypjen që kjo çështje e hapjes së negociatave do të jetë një çështje që do të ketë përballë reformën në administratë, reformën në drejtësi, dekriminalizimin e parlamentit që është prioriteti i prioriteteve. Besoj do jenë dhe zgjedhjet e radhës ku do testohen pikërisht edhe jo vetëm zgjedhjet si zgjedhje, jo vetëm ndërhyrja e policisë e cila dhe ajo është e mbushur me elemente jo sipas kritereve tër një administrate meritokratike, kështu që praktikisht ka një sër çështjesh që do të jenë në vëmendjen e Komisionit Evropian për të testuar dhe unë nuk shikoj një datë të afërt për sa i përket hapjes negociatave. Dekriminalizimi është një ndër pikat më të nxehta të ajo patatja e nxehtë le të themi e politikës. Nesër do të kemi të qartë propozimin e opozitës. Kanë bërë me dije të 3 përfaqësuesit e opozitës në daljen e tyre publike përpara disa ditëve se do të ketë ndryshime në kushtetut. Në opinionin tuaj, cili do të ishte ingranazhi që vërtet do të vinte dekriminalizimin në funksionim? E para, më lejoni të them disa fjalë. Fillimisht kjo kauzë është dukur si një kauzë shumë teorike, një kauzë e largët, një kauzë që publiku nuk e kupton, madje mbas zgjedhjeve të 23 qershorit u krijua ideja që zgjedhjet ishin të lira e ndershme, por në fasadë ato mund të ishin të tilla, por në themel ato gjeneruan një produkt ku vetë Parlamenti Evropian pranoi kriminalizimin e këtij parlamenti dhe për këtë shkak propozoi një marrëveshje për dekriminalizimin. Dhe ky do thoja është një sukses shumë i madh, jo thjesht i opozitës, e cila, si thua, me një sakrificë të madh 6 muaj ndeti jashtë parlamentit, por është një sukses shumë i madh i shqiptarëve. Pse? Është gjëja më e madhe që ka ndodhur mbas vitit 91 kur ka rënë muri i Berlinit dhe në Shqipëri. Do të kemi parasysh për shkak të kriminalizimit, për shkak të oligarkisë, Ukraina është aty ku është sot. Shumë veta edhe kur diskutoj, mendojnë që nuk ka si lidhje Shqipëria me Ukrainë. Është e vërtetë që nuk ka shumë pika të përbashkëta, ka pika jo ngjashmërie, por përsa i përket kriminalizimit të politikës, ngjashmëria është e plotë. Dhe në qoftë se një kryeministër është zgjedhur me një majorancë kriminalizuar dhe kërkon të imponohet në parlament me një majorancë kriminalizuar,
fati i Shqipërisë është i dyshimt. Kështu që në këtë kuptim, unë mendoj që është një sukses shumë i madh që ne jemi në një fazë të procesit dekriminalizimit. Dhe për këtë ka dy rrugë. Ka një rrugë të butë institucionale, është kjo e propozimeve që do bëj Partia Demokratike, dhe kjo kërkon vullnetin e majorancës, siç miratoi marrëveshjen 24 dhjetorit, që të bëhet pjesë e përcaktimit të gjitha mekanizmave që largojnë nga ky parlament aktual dhe parandalojnë në të ardhmen element me rekorde kriminale. Konkretisht, nesër do t'jepen të gjitha nenet përkatëse ndryshimin kushtetues, që pastaj do reflektohen në ligjet kryesore. Një nga ligjet do të jetë ligji i zgjedhjeve, besoj, sepse aty flitet për deputetët. Ideja e përgjithshme është kjo, që do ketë një ligj, të themi, lustrimi. Pra kush ka pasur një dënim do bëhet më konkretisht e qartë, sepse ne dëgjojmë me rekorde të tmerrshme kriminale. Të bëhet më konkretisht se çfarë kuptohet me këtë të tmerrshme kriminale. Do më thënë, dikush është dënuar në Shqipëri për trafik droge, dikush është dënuar në Shqipëri për trafik prostitucioni, dikush është dënuar në Shqipëri për trafik... Mund të dënuar dhe nga gjykata të huaja? Prit pa, do vi aty. Pra, mund të dënuar në radhë parë në Shqipëri për një kategori vepra shpenale. Pastaj do ketë dhe nga ato që janë dënuar jashtë, në Itali, në Belgjik, në Angli, Shtetet Bashkuara të Amerikës, për vepra të caktuara penale, dhe me këtë besoj, do më thënë mekanizmi do diskutohet, por ka lloj-lloj mekanizmash. Një nga mekanizmat është që ngrihet një autoritet, i cili në rastin konkret, me qenë se bëhet fjalë për dekriminalizimin e politikës, do më thënë duhet miratohet me konsensus në Parlamentin shqiptar, një institucion që do jetë, si thua, i pamvarur, por i zgjedhur nëpërmjet një mekanizmi, domethënë, që garanton pavarësinë, dhe mund të ishte për shembull i tillë që secili nga deputetët aktual bën një deklaratë që në historinë time unë nuk kam asnjë lloj precedenti ose asnjë lloj rekordi të lidhur me këto vepra penale. Dhe në këtë moment futet në veprim autoritetet dhe nëse gjen ti dënohesh dyfish, dënohesh edhe se ke treguar, ke bërë, domethënë, deklaratë të rrem, por dënohesh edhe nëse gjendet ajo dhe largohesh nga parlamenti. Mund të ketë dikush tjetër që thotë unë nuk i futem kësaj historie dhe natyrisht nuk bën deklaratë, por largohet me vullnet lirë nga parlamenti. Pra, një nga mekanizmat, po nuk e di konkretisht, besoj nesër do jepen të gjitha këto mekanizma se si duhet bërë. Pastaj do vendosen rregulla, qoftë për zgjedhjet e ardhshme të 21 qershorit, por dhe në të ardhmen, që të gjithë këta me rekorde kriminale për disa vepra të caktuara, fjala e tmerrshme është domethënë për caktuar që janë me të vërtet vepra që tingëllojnë rënd në veshin e publikut, por jo vetëm, me fjalë që ata të mos kenë mundësi të bëhen pjesë e politikës, sepse kemi arritur në një fazë që krimi dhe politika janë bashkë. Çfarë do të thënë? Do të thënë që në Parlamentin shqiptar, të paktën në informacionet që ka Partia Demokratike, janë 19 deputet që kanë rekorde të këtilla. Po ta lexoj me kujdes, 83 minus 19 i bie që ngelen vetëm 64 deputet. Pra praktikisht kjo majorancë nuk e ka as majorancën e thjeshtë, jo më jo të cilësuar për të kryer reforma. Dhe kjo do ishte rruga e butë, dhe për këtë rrugën e butë do kishte tre hapa. Hapi i parë do ishte pikërisht evidentimi i këtyre deputetëve me këto rekorde dhe largimi i tyre nga parlamenti. Hapi i dytë apo i ndërmjetëm ose paralel do ishte që kjo majorancë e cilësuar minimalisht është ilegjitime, pra kjo majorancë nuk mundet më të miratojë ligje për drejtësinë. Se imagjinoni të bëj ligje për drejtësinë këta që janë me rekorde kriminale. Cili është hapi ligjor në këtë moment, për shembull? Në hapi ligjor, kjo kërkon një vullnet, pra që të gjitha reformat të bëhen me konsensus. Çdo me thënë me konsensus, të ngrihen komisione ad hoc për reformën drejtësie ose reformat integruese, ku të dy palët PS dhe PD, siç ka qenë gjatë 24-25 vjetëve, të kenë të drejtën e vetos në këto komisione ad hoc, dhe pastaj gjithçka që prodhohet nga këta vjen në parlament dhe miratohet, po prapë me konsensus. Pra ideja është kjo. Deputetët e pastër, dhe duhet të jemi sinqert, edhe në majorancën aktuale ka deputet të pastër të majorancës, me deputetët e pastër të opozitës. E para duhet pastrojnë parlamentin, e dyta duhet bëjnë të gjitha reformat në drejtësi dhe integruese, dhe e treta, që besoj këtë gjë do ta vendosi publiku në zgjedhjet e ardhshme,
Tani, do t'jemi sinqerë, sepse kur kemi thënë çështjen e dekriminalizimit, gjithë njerëzit thonin që është kjo kaos, një kaos e pakuptueshme e kështu me radhë, por e vërteta duhet thënë. Pavarësisht se ajo është e vështirë, e pakuptueshme fillimisht, po ajo bëhet realitet. Kush është e treta? E treta është që leadershipi i kësaj maxhorancë është zgjedhur pikërisht në saj të futisë këtyre elementeve. Dhe këto elementë nuk janë futur pa dashje, janë futur me ndërgjegje qëllimisht, nuk kam qenë Parti Socialiste, janë futur me qëllimisht për të grumbulluar vota. Dhe nuk mund të bëjnë teatrin që po heqim këta dhe po sjellin ca vajza të reja që të zëvendësojnë dhe ne prapë kemi 85%. Kjo gjë është e pamundur. Kjo është rruga e butë. Kjo është rruga e butë. Rruga, le të themi, e ashpër. Pra, jo e ashpër, nuk do të quajmë të ashpër, është e mëndafshtë dhe ajo e dyta. Është revolucioni mëndafsht. Do më thënë, rruga e parë është rruga institucionale, kur ka vullnet, kur të dy palët bjen dakord dhe lexojnë dhe rrugën tjetër që më mirë mos e fusim vendin në këtë rrugë. Rruga tjetër është ajo që ka ndodhur në Ukrainë në 2004 në revolucionin e Portokalli, ajo që ka ndodhur në 2005 në Gjeorgji, të rëndafit, e kështu me radhë, këto quhen revolucionet të buta, demokratike, paqësore, të kadifejta, të mëndafshta. Po jemi ne mendoni që është gati Shqipëria që të ketë një revolucion të kadifejt, se ne nuk kemi dhe temperamentin për të qenë kaq të mëndafsht, gjërat na ikin jashtë kontrollit. Unë prandaj insistoj tek rruga e parë. Dhe rruga e parë kërkon vullnet dhe absolutisht asnjë nga politikanët në Shqipëri nuk do ishte dakord që shkojnë në rrugën e dytë. Por rrugën e dytë nuk e zgjedhin politikanët. Rrugën e dytë, nëse në një moment caktuar, ky parlament i kriminalizuar e pengon Shqipërinë të futet në Europë. Prodhon këtë ngjarje që po hiqin shqiptarët nga Shqipëria. Dhe duhet kemi parasysh dhe gjithë të tjerat, prandaj ne po mundojmë t'ja shpjegojmë shqiptarëve dhe që gjendja është e keqe ekonomike dhe që investitorët po hiqin dhe këto, nuk është thjesht krizë, por është për shkak të një elementi të kriminalizuar. Dhe faza tjetër e parlamentit të kriminalizuar ose që përfaqëson interesa korruptive apo oligarke, është ajo që ata largohen nga partnerët strategjik. Pra, nëse në qeveri, në maxhorancë, ke njerëz që janë të pasur, fillojnë dhe sillen keq dhe me Bashkimin Evropian, sillen keq edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se mendojnë se janë të fortë dhe të fuqishëm, pra largohen nga këta dhe krijojnë hapësira për të futur shtete të tjera, të cilët nuk kanë probleme me demokracinë, s'kan probleme me të drejtat e njeriut, dhe kështu me radhë, dhe në këtë moment vendi merr drejtim të gabuar. Dhe njerëzit, unë besoj njerëzit në Shqipëri kërkojnë që Shqipëria të ecë në rrugën e demokracisë dhe të integrimit në Bashkimin Evropian, aq më tepër që është kandidate dhe aq më tepër që është anëtare e NATO-s. Në këtë moment që flitet kaq fort për dekriminalizimin, paralel po zhvillohet ajo që quhet çështja Doshi. Pa dashur të flasim për të dhënat që jepen çdo ditë, ka një informacion të madh, qoftë nga prokuroria, qoftë nga protagonistët e ngjarjes. Unë dua t'ju pyes, zoti Islami, pse tani dhe kujt i volit kjo çështje? Kjo në radh parë është një çështje totalisht e brendshme e Partisë Socialiste. E lindur, e konceptuar, e ideuar dhe jo vetëm në rastin Doshi, por në një numër të konsiderueshëm deputetësh të tjerë nga zoti Rama, pra dhe zoti Rama, domethënë paralelisht në kuadrin e politikës së re, paralelisht me thirrjen e këtyre elementeve, ka eliminuar të gjithë profesorët në Partinë Socialiste, të gjithë njerëzit me integritet, të gjithë njerëzit me kontribute e kështu me radhë, dhe ndoshta kjo është qeveria e parë në këto 25 vjet, që është qeveri anti-militante. Unë militant quaj edhe një profesor, i cili ka vendosur të shkojë të punojë në një parti të caktuar, pra nuk quhet thjesht një militant vetëm atë që lyen me bojë ose ngjit parullat. Militantë janë të gjithë, domethënë dikush që mendjen dhe jo parat. Jo, ka investuar mendjen në një parti politike. Pra, ka lënë shkencën, ka lënë diçka dhe ka ardhur të investojë në një parti politike. Ky është një militant i partisë. Është hera e parë në 25 vjet që Edi Rama ndërton një qeveri klienteliste të interesave të oligarkisë dhe të klaneve të tij, domethënë në Partinë Socialiste. Kështu që unë besoj që kjo i ka mërzitur shumë socialistët, se kjo nuk është më partia e socialistëve, dhe në këtë fazë ai ka futur shumë nga këto elementet. Këtu është egzageruar që kriminale, po aty nuk është vetëm thjesht kriminale. Domethënë aty janë njerëz që përfaqësojnë interesat të bizneseve
të dyshimta. Aty janë njerëz që janë thjesht pjesë e klientelës së Ramës, njerëzve, shokëve, miqve etj. Që s'kan lidhje me Partinë Socialiste. Pra, është një amalgam. Nuk e shihni si fenomen të gjithë politikës tonë? Mund të ketë edhe në parti të tjera njerëz të këtij formati? Kjo është korrupsion dhe krim të organizuar dhe pasurim të paligjshëm ka pasur gjatë 24 vjetëve për të thënë vërtetën. Por është hera e parë në mënyrë kaq të organizuar, po të lexohet me vëmendje, që kur Rama është futur në bashki, ka krijuar klientelën e tij të bashkisë, gjithë ato që merrin tenderet apo sekserët e leve të ndërtimit. Dhe një pjesë e tyre janë pasuruar, dhe mbasi janë pasuruar janë bërë deputet në Partinë Socialiste. Domethënë është kjo e para. E dyta, me ardhjen e tij në pushtet, domethënë ky numër u bë akoma më i madh dhe në mënyrë të dukshme u bë në veri. Pra nuk e ka bërë asnjëri në mënyrë kaq të organizuar dhe këtë gjë e ka përshkruar, unë e kam thënë edhe herë tjera në emisionet tuaja, e ka përshkruar John Kerry në 1 shkurt të 2014 në samitin e Muniut, duke i referuar Ukrainës, krizës më të madhe që ka ndodhur në Europë për shkak të oligarkisë, dhe ka thënë që interesat aspiratet e qytetarëve përsëri ka parasysh periudhën komuniste, për herë të parë, pra mbas 25 vjetësh, janë në përkëmbur nga interesat e oligarkisë që blenë vota, që blenë mandate, që shtypin opozitën, shtypin kundërshtarët, blenë median dhe së fundi kërkojnë të bënë në kontroll drejtësinë dhe shoqërinë civile. Parametra dhe cilësi të gjitha të qarta në projektin e kryeministit aktual, po të vim të e fundit, domethënë, që më bët pyetjen. Natyrisht, këtu përgjegjes është dhe është një projekt për mua i qartë, i ndërtuar me një ide dhe një koncept shumë të qartë. Zoti Rama është i distancuar. Duhet të themi që zoti Doshi e ka me kryeparlamentarin Meta, po doja kërkon dorëheqjen e kryeparlamentarit Meta. Nuk kemi rënien e qeverisë. Nuk po futem fare në detaje. Kjo është një çështje që është zhvilluar 6 muaj brenda Partisë Socialiste. Është zhvilluar, keni parasysh takimet e zotit Doshi me zotin Rama, takimet e zotit Doshi me zotin Tahiri, tentativat e disa deputetëve për t'i pajtuar deri tek momenti i fundit kur e kanë përjashtuar, duke tentuar që të gjejnë një zgjidhje paqësore midis tyre. Madje po të lexohen me vëmendje, zoti Rama e largoi nga partia për arsye estetike që të reflektojë, ndërkohë që vetëm disa minuta më mbrapa ambasada amerikane tha gjë tjetër. Po pse po doja sipas mendimit tuaj nuk kërkon rrëzimin e qeverisë Rama, kërkon vetëm largimin e kryeparlamentarit Meta, nuk është gati po doja tani të marrë pushtetin? Edhe një herë tjetër, jo, nuk, domethënë, duhet kemi parasysh një gjë, domethënë, rasti konkret ishte një çorb e gatuar brenda Partisë Socialiste, por duke implikuar edhe maggjorancën, duke implikuar pra dhe LSI dhe në mënyrë më direkte zotin Meta. Cila ishte kërkesa? Kërkesa e Partisë Demokratike Opozitore ishte minimale. Pra, një nga deputetët më të rëndësishëm, që zoti Blushi e përshkroi miku dhe shoku i Edi Ramës, të cilët kishin qenë miq të ngushtë dhe shok të ngushtë. Ndan për arsye që nuk duam t'i dim? Po, u ndan për arsye jo politike, se politike do t'i dinte Partia Socialiste ose maggjoranca, akuzoi një nga aleatët më të rëndësishëm të Partisë Socialiste, kryetarin e saj, zotin Meta. Dhe filloi procesi gjyqësor. Kërkesa ishte minimale. Kush ishte kërkesa? Sepse bën një gabim të shumë të madh. Një ditë para se të shkonin të përgjigjen pyetjet prokurorit, thritën, u bën 4 veta dhe thritën prokurorin në zyrën e tyre. Nuk ndodh në asnjë vend botës. Pra, 4 veta që janë të akuzuar, janë të implikuar në një çështje, e thritën në zyrën e tyre. Zoti Rama, zoti Meta. Që kanë detyrën institucionale, mund të kenë thritur dhe në emër të detyrës pa dashur t'i paragjykojnë. Pra, në momentin që ti akuzohesh për një çështje. Kush do t'i thriste se këta janë? Nuk ka nevojë të thrisë. Prokurori është një institucion i pavarur, do merrte çështjen dhe do ta trajtonte çështjen. Pra, prokurori është një institucion i pavarur, do ta trajtonte çështjen aq më tepër që nëse bëhet fjalë për një çështje që nuk ka lidhje me ty, ti e thret dhe i thua unë jam i interesuar dhe i vendosur të jap gjithë bashkëpunimin dhe ndihmën time që ju këtë çështje, për shembull, ndodhi vrasja e zotit Santo. Shumë mirë, kryeministri mund ta thiste në zyrë dhe ti thoshte që unë të jap gjithë mbështetjen time që këtë proces ta zbardhësh me shpejtësi e kështu me radhë. Por në momentin që një deputet i rëndësishëm që i ka garantuar fitore në veri, zotit Rama, që ky akuzon kryetarin e parlamentit, akuzon në një mënyrë indirekte Samir Tahirin, i cili është implikuar dhe ka bërë dhe një proces analize të gjithçkaje që ka thënë. Ka pritur dhe vrasësin zotin Mbami, këta të mblidhen në zyrë dhe i thonë
tani, nesër ne do vim të japim pyetje, nuk e di çfarë kanë thënë. Dhe nesër shkojmë për t'ju përgjigjer pyetjeve të prokurorit. Këtu në këtë moment do s'do psikologjikisht, minimalisht psikologjikisht, por më shumë se kaq, ti ke interferuar dhe i ke bërë presion prokurorit. Atëherë gjëja e parë që duhet bërë, ti duhet të heqësh kostumin që ke autoritetit që jenë posin që je, dhe duhet shkosh atje i thjesht në mënyrë. Kaq ishte kërkesa. Pra kërkesa nuk ka të bëj me zgjedhjet parakoshme e kështu me radhë. Pastaj, çështja e zgjedhjeve të parakoshme apo çështja e majorancës së cilësuar ilegjitime lidhet komplet me dekriminalizimin, që janë dy çështje të tjera. Pra, po e ki shpjeguar më lart. Le t'i kthehemi pak deklaratës së djeshme të zotit Rama, turp për Bashkimin Evropian që nuk heq regjimin e vizave me Kosovën, sepse jemi edhe në aktualitet, është 16 vjetori bombardimeve të NATO-s. Si ju duk? Ju jeni njohës i mirë i marrëdhënieve diplomatike? Tani, zoti Rama bëri një takim me Vučić pasi ishte takuar me zonjën Merkel. Dhe fillimisht u munduan ta shisnin takimin me zonjën Merkel, që zonja Merkel ishte shumë e impresionuar nga zoti Rama, domethënë do të kemi parasysh zonja Merkel është gjermane dhe fizikante, pra që domethënë i ul në maksimum shanset për qenë emotive. Domethënë është me emocione minimale. Fajse zero. Po thuajse zero e para, domethënë. E dyta, zonja Merkel është shteti më i fuqishëm në Europë, ka të gjitha informacionet me cilë flet në telefon zoti Rama, se si ka ardhur në pushtet zoti Rama, se çfarë ka bërë zoti Rama, se si e ndërton për zotin Rama. Po absolutisht, po marrim rastin konkret, se si e ka ndërtuar shtëpinë zoti Rama e kështu me radhë, ka të gjitha informacionet. Kështu që nuk emocionohet, por mendon që këta janë liderat të zgjedhur nga këto vende me këto probleme dhe i thotë që ne kemi një qasje, duam që rajoni të jetë i qetë dhe të bashkëpunoni dhe meqense Shqipëria ka një veçanti në rajon. Cila është veçantia realisht? Sepse mundojnë ndonjëherë thotë që ka qef këtë ose këtë. Nuk ka qef njëri asnjë nga këta, se i njohin shumë mirë se kush janë gjithë këta. Shqipëria nuk ka qenë pjesë e Jugosllavisë. Dhe duke mos qenë pjesë e Jugosllavisë, po të lexoni Ballkani Perëndimor është ish Jugosllavia minus Slovenia plus Shqipëria. Pra, Shqipëria është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që s'ka qenë pjesë e Serbisë, nuk ka qenë pjesë e luftrave, pjesë e konflikteve etnike, fetare, kështu me radhë. Pra, ka një parametër ndryshe nga tjerët, kështu që mund të luaj pak a shumë atë rol konstruktiv që duhet luaj dhe shpeshherë e japin këtë rol për ta luajtur. Ka dhe një rol tjetër Shqipëria, duke qenë një shtet që ka bashkëjetesë fetare, shpeshherë e përdori midis Perëndimit dhe lidhje si një urë midis kulturave. Pra, domethënë i zhdën ky rol dhe i thash shkon në Beograd dhe mundohet të ndërtosh një urë bashkëpunimi se na intereson domethënë për rajonin. Ky shkoi bëri atë historinë e dronit, domethënë për të fituar pikë, mbas historisë së dronit, domethënë mbas historisë së dronit bëri atë deklaratën atje, bëri atë sherrin me Vučićin, pavarësisht se ajo pastaj përfundoi me këngë dhe me verë deri në mëngjes. E njëjta gjë ndodh tani. Ky do të fitoj pikë, do t'i thotë Kosovës që unë jam i egër me Evropën për hallin tuaj. Pra do të luaj rolin e një nacionalisti, por unë po t'isha deputet gjerman, i but, do thoja morzodri, ti je i zgjedhur nga një majorancë e kriminalizuar. S'ke të drejtën morale ti thuash. Nëse do isha deputet, se ka dhe deputet që janë shumë direkt atje. Do thoja ky është një kryeminist rrugaç, po t'isha deputet, se ka dhe atje që flasin në mënyrë direkte. Dakor, ju jeni deputet shqiptar dhe i egër me zotin Rama. Jo, s'jam i egër fare, po të them, nuk ka të drejtë zoti Rama, domethënë për mua ja po jam i but fare. Deputet shqiptar i but fare. Është jo adekuate kjo deklaratë, ti thua turp Evropës, do t'i ta ndihmosh Kosovën. E para duhet shkosh në Kosovë dhe t'i japësh të gjithë teknologjinë se si arrijën parametrat për të marrë vizat. Do ta ndihmosh Kosovën. 2 ministrat e jashtëm ose 2 kryeministrat bëjnë një takim dhe i thonë kemi këto probleme. Sepse cili është problemi? Pra ju duket e papërshtatshme. E papërshtatshme. Pra, po mundohem të jem deputet shqiptar, por prandaj thash po t'isha gjerman, do thoja që ti je një sado që ju thoni që jeni një deputet i but me zotin Rama, ju jeni një deputet shqiptar mjaft i ashpër me zotin Rama. Jo, s'jam i ashpër, jam realist. Jam shumë realist, jam si zonja Merkel, sepse jam fizikant dhe kam ndetë 3 vjetë në Gjermani. Qartë, unë ju falenderoj shumë për gjithë opinionet që ndatë në studion tonë. Ishim me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Kastriot Islami.